Pas Shqipërisë, e cila korri një fitore historike në Leskovac përballë Serbisë dhe ju ofrua më shumë se kurrë fazës play-off të botrorit, i takonte Kosovës të bënte mrekullinë e radhës. Atjemtë e trajnerit frankofoda shkëlqyen edhe një herë përballë Suedisë hyjeve si Isak dhe Gyökeres, duke i mposhtur me rezultatin 0-1 në sfidën e luajtur mbrëmjen e sotme në Göteborg. Para mbi 30.000 tifozëve vendas, Kosova doli fituese me golin e Fisnik Aslanit shënuar në minutën e 32 të sfidës. Me këtë fitore, Kosova ngjitet në vendin e dytë në grupin B kualifikues, ku prin Zvicra, e cila u ndal në një barazim pa gola mbrëmjen e sotme përballë Slovenisë. Helvetët kanë grumbulluar 10 pikë në 4 ndeshje. Kosova, e vendit të dytë, ka 7 pikë, 4 më shumë se Slovenia, e vendit të tretë. Tabelën e mbyll Suedia, e cila ka zhgënjur tifozët e saj duke marrë vetëm 1 pikë në këtë fushatë eliminatoresh.